Horoskopi e hënë. Dashi. Mund të prisni të kryeni shumë punë sot edhe pse ndoshta do të preferoni të qëndronit në shtëpi. Keni detyrime për të përmbushur për miqt dhe familjen dhe nuk dëshironi të zhgënjeni. Mundohuni të përfundoni të gjitha sa më shpejt jetë e mundur në mënyrë që të keni ende pasditën e lirë për veten tuaj. Demi. Aftësitë tuaja të përshtatshmërisë do të vihen në provë. Të gjithë janë një lloj gjendje shpirtërore dhe do t'i duhet të përshtateni në përputhje me rrethanat. Nëse dikush mund ta kalojë këtë vështirësi, ai, ajo jeni ju. Kini besim në vetvete. Binjakët, përpiquni të trajtoni një situatë që nuk po ju çon askund. Mund të vini re se ka një ngecje në punën tuaj për shkak të pamundësisë së dikujt për të vendosur për një çështje specifike. Kjo është koha juaj për të ndërhyrë dhe për të treguar muskujt tani. Gathorja, lëvizjet e çrregullta dhe të paparashikueshme të dikujt po e bëjnë të vështirë për ty të dish se si të veprosh me efikasitetin më të madh. Do të ishte lehtë nëse njerëzit do të ishin logjik dhe të besueshëm, por ky nuk është rasti. Je i duruar dhe përballoj goditjet. Luani. Atmosfera e përgjithshme punës është e mirë dhe energjia juaj pozitive po ndihmon në këtë drejtim. Komunikimi është i fortë dhe të tjerët po ju japin respektin që meritoni. Kujdesuni për çdo punë që përfshin shkrimin ose leximin. Virgjëresha. Të zemërohesh me të tjerët nuk do t'i bëj ata të punojnë më shpejt ose më me efikasitet. Në fund të fundit, zemërimi yt ndaj njerëzve vetëm sa do t'i ngadalësoj ata. Bëj paqe me ta në vend që të bësh luftë, të tjerët do të shpërblejnë me mirësi dhe respekt. Peshorja. Kur e di që ke të drejtë për diçka, nuk e frikë të ngrihesh dhe të luftosh në mbrojtjen tënde. Problemi është se pala kundërshtare i ka të gjitha letrat në dorë. Kërko nga një palë tretë dhe neutrale si ndërmjetës që mund të ndihmojë në zgjidhjen e çështjes. Akrepi. Sa herë që ofroni një sugjerim sot, do të zbuloni se ai nuk pritet me respektin dhe reagimet pozitive që shpresonit. Për ndonjë arsye, idetë tuaja nuk përputhen shumë mirë me idetë të tjerëve. Mund të doni thjesht të qëndroni të heshtur. Shigjetari, duket se je pika kryesore e vëmendjes në këtë kohë. Të gjithë po të drejtohen për sugjerime dhe ide. Të pëlqen të jesh në qendër të vëmendjes pavarësisht nëse e pranon apo jo. Tani është koha për të treguar vlerën tënde të jashtëzakonshme në vendin e punës. Briciapi, dikush do të fillojë një grindje verbale me ty. Ki kujdes me atë që thuaj. Ky person do të mbajë shënime të kujdesshme për çdo fjalë që shqipton dhe këto fjalë mund të kthehen për të përndjekur më vonë. Je i përgatitur të mbështesësh çdo fjalë që thuaj. Ujori, do të ishte më mirë të trajtoje çdo ftesë romantike me rezerva duke marrë parasysh pozicionin e planeteve sot. Kjo nuk do të thotë që nuk mund ta shijosh një kohë vërtet mrekullueshme me të gjitha detajet, por do të thotë që duhet të jesh realist për të ardhmen e marrëdhënies. Peshqit, keni një shans për të krijuar një atmosferë të mrekullueshme romantike sot në mënyrë që t'i bëni përshtypje partnerit ose partneres suaj. Meqenëse tashmë e njihni shumë mirë njëri tjetrin, nuk ka nevojë të bëni asnjë lloj aktrimi.